Përshëndetje, unë quhem Dr. Elvisa Gastra dhe jam kirurg i përgjithshëm i Spitalit Ranal Korç. Së pari është një kënaqësi e madhe të them disa fjalë falënderimi për fondacionin Albanians Fighting Cancer USA, si edhe Kozlowski Foundation, që nëpërmjet dhe MedWish, një organizatë ndërkombëtare, bamirëse, të marrim disa ndihma me mjete kirurgjikale, të cilat na ndihmojnë shumë, sidomos gjatë interventeve. Kemi shtuar numrin e rasteve me kancer që operojmë dhe fal këtyre mjeteve kirurgjikale, të cilat na kanë ndihmuar shumë si për të reduktuar dhe kohën e operacioneve, 90% e pacientëve nuk kanë pasur asnjë komplikacion intra ose post-operator. Po ashtu, nëpërmjet ageve të biopsive që na kanë erdhur si pasojë e ndihmave të njëpasnjëshme nga Albanians Fighting Cancer, ne kemi arritur të diagnostikojmë shumë sëmundje kancerit të gjirit në faza të hershme dhe detyrimisht dhe trajtimi ka qenë dhe më optimal. Por nuk janë vetëm këto, janë shumë materiale të tjera që kanë sjellë një benefit sidomos për pacientin dhe pastaj edhe për punën tonë. Prandaj ju themi faleminderit, thellësisht faleminderit për këtë ndihmë e radhës që na ka ardhur sot.